Të shëndetje të gjithë nga ambasada shqiptare në Londër, sot është ditë e diela akoma me protesta, është një atmosferë e bukur me shqiptarët, dhe shumë njerëz pyesin pse dal këtu në protesta. Unë dal në protesta për shumë arsye, dal në protesta për ata që janë në Shqipëri, sidomos për pensionistët e klasës e vapër, pensionet në Shqipëri janë skandaloze, një pensionist në Shqipëri me pensionin që merr nuk ja del dot të ushqej, të mbaj veten e vet. Njerë me i konë base i pensionit thoshte që ja dal me ushqime, por nuk ja dal dot nëse kam i sebeb ke njerëz për të diçka, po tani as me ushqime nuk ja dalin dot. Jo me ilaçe, sepse ilaçet shumë nga ne do blejmë neve pritëve tanë, sepse tjetë për shtetin, ata mund të ndrojnë jetën e shtetit nuk i bëhet vonë. Por janë shumë gjëra, u them se kishte vite që ishte mbushur gota, tani thjesht këto flamingot e derdha atë gotën që filluan këto demonstratat, por duhet kemi parasysh se ka ndodhur Gërdeci, ka ndodhur 21 janari, ka ndodhur incineratorët e Vlorës, tuneli e shumë të tjera, gjithë ato vjedhje masive që ka bërë këtë popullit, edhe presi që popullit të rriqet, jo popullit nuk do të eshtë për këto gjëra. Dje kryeministri po thoshte se neve që tani protesta jemi hajvan, po na thriste edhe emra të tjerë, edhe ai do që ne të dëgjojmë atë. Jo, zoti kryeminist, ne nuk të dëgjojmë ty as ty, as klasën politike e qelbur që ka vite që kemi dëgjuar bile, as ata opinionistët, ashtu quhet opinionistët që me të vërtetë janë tifozat e një partie apo tjetër, ata nuk do të dëgjuar. Tani është koha që të dëgjohet opinioni i popullit, e këtij populli që bitet në këto sheshet e botës, edhe në sheshin e Tiranës. Dje kryeministri gjithashtu shpreh se është i shqetësuar për turizmin në Shqipëri, sepse protestat po bëjnë në periudhë që mund të dëmtojnë turizmin në Shqipëri. Tani u kujtua zoti kryeministër për turizmin, po kur ai vjet prishi ato në theth. Ishte korrik atëre se nuk gaboj, ishte në kulmi e turizmit, apo për ata nuk i bëhet vonë, vetëm kur grihet populli atëre i vjen keq për turizmin aty. Pra me them kjo qeveri duhet të vjej, duhet një qeveri teknike, edhe duhet dyshuar kodi zgjedhor që edhe ata të dëshmit, partitë e vogla të ketë mundësi të futen, po pa të mbështetjen nga populli të fitojnë. Rrot Shqipëria.